e origjinës së shqiptarëve deri në popullsitë e mesjetës së hershme në Ballkanin Perëndimor, duke trajtuar një nga çështjet historike më të debatuara në Europë. Studimi i publikuar në revistën shkencore Nature tregon se shqiptarët e sotëm rrjedhin nga një popullsi e vogël stërgjyshërore që ka jetuar në territorin e sotëm të Shqipërisë. Pra në shekujt përpara se shqiptarët të përmenden në dokumentet e shkruara historike. Hulumtimi u drejtua nga Leonidas Romanos Davranoglu nga Universiteti i Oxfordit. Doktor Ardian Muaj, studiues në Institutin e Historisë, është me mua në studio për të folur pikërisht për këtë, ka qenë në pjesë e këtij studimi. Zoti Muaj, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Faleminderit për ftesën. Është kënaqësi, më erdhi pak për të qeshur për atë studiuesin e Oxfordit, se më duket sikur kishte emër grek e mbi emër turk. Po, ashtu është në fakt, sepse po realisht të paktën nga ajo që nga ajo analiza gjenetike ka dalë Doli mik se daj, edhe studiuesi, apo doli shqiptar? Ka dalë kushin me një nga autorët madje. Shqiptar të thot, po tani nuk e dim se sepse Ballkani është i tillë, po realisht me origjinë janë nga grekët pontik, që quhet deti i zi. Prandaj e ka dhe atë prapashtesën tipike turkës. Po pikrisht edhe unë mbeta thash shumë tani me një emër grek dhe mbyllim me turk. Po janë gjëra që ndodhin, do të thotë në histori, dhe kjo është. Çfarë është ky studim? Çfarë tregon ai, pse është kaq i rëndësishëm? Në Shqipëri duket se ende nuk është se ka hyrë, por e kam parë në mediat greke që ka qenë një nga më të diskutuarit, duke na bërë edhe domethënë ne dhe ata jemi më të vjetrit. Po, patjetër që studimi është botuar, ka filluar procesi i botimit praktikisht ka zgjatë vetëm procesi i botimit 3 vite. 3 versione. Kjo është versioni i fundit. Pra, përpara versionit parë, dorëzimit versionit parë në 2003, ka qenë një version i ndërmjetëm para botues ose i para i botuar, preprint që quhet, në mënyrë që të ketë edhe të merret mendimi kritik, jo vetëm i autorëve dhe censuesve të tjerë, por edhe i komunitetit më të gjerë, dhe të bëhen publike tezat, dhe njëkohësisht të vilen edhe kritikat dhe të shihet, të testohet, sepse bëhet fjalë për një kritika informacione, detaje, gjëra që mund të ndihmojnë ndoshta. Pra një përballje e hapur, le të themi, faktesh, jo njerëzish. Dhe kështu që nga dorëzimi për botim deri në botim kanë shkuar 3 vite dhe ka edhe disa vite më herët deri tek dorëzimi për botim. Pra ka 5 deri në 6 vite që ka nisur si projekt, do të thotë. Dhe në versionin e parë ka qenë do të thotë jo shqiptar, në versionin e parë në 2003, dhe nuk është mundur të botohet. Pastaj në mënyrë vullnetare jemi atashuar edhe ne, grupi studiuesve shqiptar, cilët gjej rastin të përshëndes me shumë kënaqësi, Alban Lauka, Gjergj Bojaxhi dhe profesor Ilia Mikerezi. Dhe realisht ka qenë një bashkëpunim shumë sfidues, por shumë i bukur. Tek botimi dhe tek ajo që tek të tjerët ka pas më shumë vëmendje. Ta shpjegoj pak. Ne, artikulli është botuar me datë 4 maj, dhe le të themi për fat jo të mirë, nuk u arrit që të paguhet ajo fija që pra dikush duhet ta paguaj fin që revista ta shpërndaj falas, pra ka ose qasjet lirshme si quhet, qasjet lirë, open access, dhe artikulli për fatkeq nuk është open access. Vetë revista ka kostot e veta, sepse është një ndër revistat më të mira në botë, ka kostot e veta, dhe që ti ta lejosh që të shpërndahet falas lirshëm gjithë botën, pra të downloadohet në mënyrë të plotë, ajo kërkon një fi
që shkon disa mijëra euro, nuk e di, por që nuk u arrit pikërisht sepse është... U kërkua një mbështetje për këtë gjë? Nuk, tani, mbështetja ka qenë për pjesën e studimit dhe pjesa, edhe nuk kemi qenë të fokusuar sepse shqetësimi ishte kjo. Por ka mes momentit që bëhet ajo korektimi i fundit, edhe botimit lihet një dy javësh që t'jep kohë që ti të zgjedhësh. Nëse ke mundësi e paguan dhe gjithë bota e shelishëm. Kjo në këtë rast vlen për shqiptarët. Absolutisht. Pra, sepse do ishte... Për shqiptarët edhe për botën, se është një... Ka një pagesë aty që ka vendos vetë revista dhe që e pengon, mirë po çështja ka edhe diçka tjetër. Pra në aspektin shkencor, duke qenë dy versionet e tjera falas dhe me qasjet e lirë, ata nuk janë versionet përfundimtare. E kuptoj. Dhe shumë prej diskutimeve janë bërë mbi versionet paraprake, jo mbi versionin e botimit. Sepse dhe këtu krijon një ngatrim, një ngatres, jo shumë të dobishme, sepse pikërisht atë që ne kemi dashur që ta shmangim si problem që të mos ketë paqartësi, kjo çështje e ka sjellë dhe prandaj janë edhe këto, si thoshe, botimet me qasje të lirë, të cilat preferohen sidomos në raste kur ka interes shumë të madh. E kuptoj. Mirë, ndoshta mund të zgjohet Akademia Jonë e Shkencave apo qeveria që duhet të bëjë këtë gjë, sepse është një studim shumë i rëndësishëm për çdo shqiptar. Dhe kam përshtypjen është i pari për masave të tilla, apo jo? Po, është i pari, por tek ajo të zgjimi, padyshim që artikulli sjell ose rigjallëron një paradigmë të re, një model, një kornizë shqyrtimi dhe shpjegimi, e cila ka mundësi, potencialin që të sjell një rigjallërim të krejt grupit të shkencave, jo vetëm humane, por edhe shkencave që nuk si thush të gjenetikës në tërësi, dhe mund shërbej si një element ndërgjegjësimi, si një shkëndi që të rindizet edhe njëherë interesimi, mbështetja e institucioneve tjerë për këto çështje. Pse? Sepse për shumë kohë kishte arrit në një pikë si thush pezullimi. Nuk kishte një përparim në mënyrën e shpjegimit, në paradigmen e çështjes, sepse ato që dieshin tashmë merreshin mirë që në risilleshin dhe pa ndonjë risi. Çfarë ndodhte? Duke pas fqinjet e tjerë, duke pas një sasi, sidomos në aspektin historik dhe gjuhësor, duke pas gjurmë më të shumta, për shembull fakti që nga Ilirishtja nuk kemi fjali, kemi fjalë të cilat mund t'i rekonstruktojmë e tjerë, por të shputura që nuk na japin mundësi që të krijojmë një ide të qartë. Identitet gjuhësor me... Jo, ide të qartë për atë që ishte Ilirishtja dhe se si ta lidhin me Shqipen. Ndërkohë që ta zëmë të tjerët e kanë. Dhe të tjerët thjesht vetëm duke interpretuar të njëjtin tekst, ata duket sikur paraqesin risi. Dhe ndërkohë që nuk ke çfarë të reinterpretosh, kishte një mbetje pezo. Dhe kjo është një mundësi, një dritare që të rifilloj, si thush, edhe angazhimin arkeologjik, gjuhësor, historik, e tjerë, gjitha në shumë fusha. Tani, çfarë tregon ADN-ja jonë dhe si është bërë ky studimi? ADN-ja jonë tregon që atë që është menduar, po vetëm ta zgjas tek çështja e Ili. Dhe tek ilirët, pra fakti që ne nuk kemi shumë ose të mjaftueshme element të ruajtur, nuk i ka prekur vetëm ilirë, se kjo ideja sikur të gjitha popullsitë e vjetra ballkanike me përjashtim të grekëve që për një arsye të caktuar, por edhe për shkak të kontributit të shqiptarëve të lash në ekspansionin e tyre jashtë kontinentit evropian,
e kanë ruajtur një formë të shkruar të gjuhës. Por nuk është ruajtur as trakishtja, as dakishtja, as format e tjera të popullsive të tjera. Pra ky problem nuk ka prekur vetëm Ilirët. Dhe ky problem tani jo që nuk të i kalohet, pa dyshim, por hapet një ditare edhe për reinterpretimin dhe shtimin e dhënave edhe të një kuptimi më të mirë edhe në këtë aspekt. Sa i përket atë në svim këtu tani? Atëherë, ky studim e merr atë pjesën e cila është shkencore, shumë e sigurt, jemi përpjekur që ta bëjmë sa më të sigurt, jemi përpjekur që të shohim sa më shumë përtej botkuptimit ton, përtej formimit ton, dhe mundësisht tek ata të cilët mund na sillnin, si thosh, edhe në një debat të shëndetshëm shkencor. Kështu që kjo sjell një përforcim, po të themi, por shkencor, me vërtetësi, me siguri shumë të madhe, mbi vazhdimsinë e lashtësisë së shqiptarëve në të njëjtat troje ose në të njëjtën hapësirë afërsisht. Afërsisht them sepse ne nuk e dim deri ku shtriheshin këta shqiptarët e lashtë. Është dihet tashmë se hapësira e sotme ku shqiptarët janë pranishëm është hapësirë të kurrjeje, jo ekspansioni. Pra, kjo është thënë që nga albanologët gjerman, austriak dhe shqiptar dhe antropologjia shqiptare, pra që kemi në historinë tonë, nuk kemi një të kurrje, pra shqiptarët sot janë një pjesë atyre që kanë qenë qoftë në hapësirë, le të themi. Kështu që duke qenë si hapësirë të kurrjere, kjo pjesë që ka mbetur, nuk e dim se sa dhe në që formë dhe sa ka qenë kontributi i këtyre zonave periferike. Për shembull, Kroacia sotme është pjesë e botës ilire, por nuk është pjesë e botës shqiptare. Pra vetëm kjo është fakti për të treguar se sa ka dallim dhe se sa të kurrje ka ndodhur përgjatë gjithë historisë. Tani, ju keni marrë monstra të ADN-s së shqiptarëve të sotëm, apo jo? Po. Sa me përfaqësuese, në mënyrë që të kenë... Pra nga të gjitha thuajse trevat që janë... Nga të gjitha. Janë mostra më shumë në numër, që shpresoj që kjo të bëhet edhe shkak që të ndërgjegjësohen, që të kemi sa më shumë testime, në mënyrë që vërtetësia e fakteve dhe faktet të flasin më qartë, më bukur dhe më zënshëm për një përfundim i cili është nxjerrë në bazë të një krahasimi shumë as pak të lehtë, dhe prandaj edhe janë shumë autorë aty, të cilët kanë pjesën e tyre të analizës të mirëfillt shkencore gjenetike dhe të përballimit të këtyre rezultateve me kontekstualizimin. Dhe kjo është krahasuar me të dhënat që është krahasuar me një le të themi me një grumbull të madh të dhënash të pa paragjykuara, pra 6.000 gjenome nga një hapësirë që është marrë si e mirë qanë që në këtë hapësirë të madhe, pra Azia Perëndimore dhe Evropa, që në këtë hapësirë është, si thosh, ajo hapësira e zhvillimit historik të shqiptarëve. Nga këta, pra këta 74 shqiptarë të sotëm dhe 22 mbetje të lashta janë krahasuar dhe është parë se ku bien brenda këtij 6.000 ose me cilën prej grupimeve të popullsive përkojnë. Rezultati ka dalë që
shqiptarët kanë një vijimësi, vazhdimësi më të madhe. Kjo është shumë e rëndësishme, pra vetëm shprehja më të madhe është rezultat në vetveti, konkluzion në vetveti, më të madhe se sa popullsitë fëqinje. Kjo nuk është për të zhbërë të tjerët, por është përfundim i cili nuk mund të mos thuhet dhe është i tillë. Dhe çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë, realisht kjo do të thotë shumë. Kjo do të na sillte në përfundime shumë të mëdha, por nëse lidhim me aktualitetin, me mënyrën, me frymën kombëtare, shoqërore, intelektuale, kjo sjell një komoditet, një rahati, le të themi, dhe e zhvesh nevojën për që një klasë tërë intelektuale, një shoqëri të shpik faktet pa qena. Në këtë rast, në rastin tonë, për fatë mirë, ne nuk kemi nevojë që të shpikim faktet pa qena për të thënë që ishim këtu. Që kemi këtë hapësirë. Ne kemi qenë këtu para të tjerëve. Por çfarë ndodh? Tani kemi rastin konkret të shoqërisë serbe. Kjo shoqëri ka 2 shekuj dhe ka krijuar një shok edhe në atë shoqëri, sepse u duhet intelektualëve të vërtetojnë të pavërtetueshmen. Pra, të vërtetojnë që shqiptarët nuk janë autokton. Mirë, po në këtë manipulim të madh, krejt klasa intelektuale serbe ka ra në atë që, sepse në momentin që gënjen për diçka, është shumë e mundshme që të gënjesh edhe për tjera gjëra. Dhe në rastin që gënjen për, ose të duhet, sepse ka presione politike, gënjen për lashësinë e shqiptarëve, dhe kjo nuk është simbolike, pra sidomos për fatkeq në Ballkan ka efekte politike dhe shumë prej elaborateve shfarose, shpërngulse e tjerë janë konkrete nga Naçertanja deri tek Çubiloviçi, janë mbështetur të ky manipulim faktesh. Por një intelektual që manipulon një të vërtet që ka të bëjë me shqiptarët, ai gënjen edhe popullin e vet. Absolutisht, e vërtet. Kështu që paktën kemi... Tani kemi një dokument që është shkencor, nuk ka lidhje fare me, i thashëm tha ka qenë ishte... Dhe shkencëtari intelektuali shqiptar nuk, si thush, nuk ka nevojë që të shpik, dhe le të mësojmë dhe të trajnohemi dhe të marrim frymën e të vërtetës. Mirë, tani kanë 2 gjëra që shkurtimisht se janë edhe në fund. Analizat sugjerojnë se popullsia paraardhëse shqiptare mund të ketë pasur rreth 8 deri në 11.000 individ efektiv. Çfarë do të thotë kjo? Që jemi qitë kushërim me njëri tjetrin? Tani, të gjithë jo, por shumica po, sepse ne nuk kemi jetuar në izolim, por kjo është një edhe shumë interesante, dhe kjo është një nga pikat më problematike që për mua, sepse unë jam marrë me demografinë historike në përgjithësi të Evropës, një nga pjesë kryesore të studimet mia doktoraturës ka qenë pikërisht demografia historike e Evropës. Edhe çështja është se 8 deri 11.000 që duken pak për shekullin e 6, 7, 8, 9, nuk janë pak. Për një arsye, sepse nëse krahasojmë demografinë e kohës dhe vazhdimsinë, ritmin e rritjes demografike edhe të vendeve tjera, kjo është brenda parametrave, mund të jetë me pak, si thosh, pak rritje më shumë ose të barabartë me ata që janë rritur më shumë në aspektin demografik, por nëse marrim e krahasojmë me Evropën përgjithësi, me Ballkanin, shohim se është një rritje ose një progresion i rritjes demografike brenda parametrave të njohur. Pse e them këtë? Sepse ky numër i vogël ka ardhur kur popujt tjerë ishin zhdukur. E kuptoj. Pra, nëse na duken shumë pak 11.000, imagjino sa janë 0. Sa kanë qenë të tjerë. Jo, sa janë 0. Pra, të zhduket si popullsi. Kështu që, mirë po ka dhe tjetën, pas problemeve që sjell rënja perandorisë rumake, ka të gjitha këto probleme lidhen me
ardhje popullsish, që do të thotë shok tronditje demografike. Luftat brendshme, një shok ose zbritje demografike tjetër. Epidemi ose pandemi, që sidomos ajo e mortajës zez që mendohet e periudhës Justinianit, që të gjitha këto nënkuptojnë numra më të ullët dhe, mirë po numrat më të ullët, por edhe qëndrueshmëri më të lartë, forcë më të lartë biologjike të mbjetuesve. Kemi genet forta, do me thënë. Jo vetëm ne, po flas tani, po marrë në kontekstin evropian. Absolutisht. Pas kemi pasur një numër kaq të madh krahasuar me kohën. Dhe në momentin që i kalohen të gjitha këto tronditje, atëherë popullsia që i mbjeton ka më shumë mundësi imunitet. E kuptoj. Është edhe tjetra, sepse Evropa pas fundit të antikitetit, deri në ardhjen e pandemisë së dytë, që është mesi i shekullit 14, mortaja zez, ka mungesë epidemish, ka intensitet të ullët luftrash për shkak të fragmentarizimit politik, kështu që shumë faktorë që më herët e zbrisnin numrin dhe mundësinë e rritjes demografike, për krejt Evropën funksionojnë dhe numri i kontinentit, të paktën sipas përditësimit me fundit ka Cambridge, është trefishuar brenda pra nga shekulli 10 deri në shekullin e 14. E kuptoj. Mirë. Edhe i pyetjet fundit, tani, studime evidentojnë gjithashtu se shqiptarët kanë pasur përzierje të pjeshme me popullsitë e lidhura me Europën lindore dhe migrimet slave në masën 10-20%, dukshëm më pak se popullsitë slave të Ballkanit. Po patjetër, dhe kjo nuk është, si thosh, për slavet nuk është asgjë sepse ata kernohen që janë slav, dhe pra ne nuk është se i kemi sulmuar, nuk është se kemi thënë diçka që nuk është. Pa, nëse vendet që sot janë slave në Ballkan kanë një sasi të elementit kryesor gjenetik tipik slav, si Kroacia, Bosnia, Serbia, tjerë, ne kemi minimalisht që është 10-20%. Kjo është pra, tregon edhe njerë që ne nuk është rezultati procesit historik dhe fakti që është 10-20% në varësi të zonave, element ose prejardhje gjenetike tipike slave nuk do të thotë se kulturalisht ose aktualisht janë të tillë pra slav. Sepse ashtu sikur se shumë shqiptar janë slavizuar, siç ndodh pra, sepse në Bosnjë ose në Malzi, ajo pjesa që mungon nga 100%, sidomos Tivare kemi diskutuar këto ditë të fundit. Pra, kështu që ashtu sikur se jo krejt vendet slave janë slave, por kanë mbetje ilire, dhe ne jo vendet post-ilire, pra si Shqipëria, si shqiptarët, popull post-ilir, pra i përarën nga ilirët, jo se e ka të, si thush, të pastër 100%, në aspektin etik. Por në aspektin kulturor, po thuj se gjithë janë shqiptarizuar dhe janë shqiptar me drejt të plot, pavarësisht asaj prejardhjes që mund të kenë. Falenderoj shumë që ishe sot me ne. Falenderit juve, ishte kënaqësi. Mirë, për lajmet e fundit nga vendi i Rajonit të Bota, shkarkoni aplikacionin e Euronews në App Store dhe Google Play. Programet tona mund t'i ndiqni edhe në radio në frekuencën 105.7. Këtu ndemi bashkë, mirupafshim.